Ne janë që rregulloj, sot është ditë e veçantë, duhet të jemi të pastër dhe të kuruar. Nën, mezi po pras të shkoj në xhami. Edhe unë, sot është namaz i Bajramit, do të ketë shumë njerëz. Mashallah të vëzhlit e mi. A e një gati të shkojmë në xhami o djema? Po. Shkoni me hajër, Allahu ja pranuf namazin dhe lutjet. Amina, Kenza, e janë që bukurat e nanit, e ja të rregullohemi së bashku. Nën, se është shumë bukur, me pëlqen Bajrami. I kam veshur edhe rrobat e reja që mi ke blerë. Edhe mua më pëlqen shumë Bajrami, të jemi të gjithë bashkë dhe të hana belqira. Bajrami vajzat e mia është ditë falje dhe dashurie. Nëna, mund të të ndihmoj të rregulloj sufrën? Po, hajde këtë. Na po i vendosë këtë ambëlsirat. Assalamu alaikum. Aleikum assalam. Bajram. Mirëserën nga xhamia. Ishte shumë bukur, kishte shumë njerëz. Edhe hoxha mbajti një ligjërat shumë të mirë. Ramazani është muaj i betuar. Na mëson dashurinë, durimin dhe mirësinë. Unë gjatë Ramazanit i kam mësuar disa jete të reja nga Kurani. Unë kam munduar të jem e sjellshëm me njerëzit. I kam bërësishur njerëzit sepse bërësishja është sadaka. Edhe pse nuk mund të agjeroj të Ramazanin, jam munduar të bëj vepra të mira çdo ditë. Pirim, Allah e di përpjekjen tënde dhe sinqeritetin. Çdo vepër të mirë ka vlerë tek Allahu, sado e vogël që të duket. Fëmijë, e janë të hanë drekën e Bajramit. Bismillah wa barakatillah. Selamu alaikum. Aleikum salam. Për ai Bajrami. Për hajë paç, mirë se ju gjetu. Amina, Kenza, sillni lëngë dhe mbështira për mysafirët. Si kaluat në Ramazan? Mirë, elhamdulillah, Allah na pranoft agjerimin. Amin të gjithve. A do të na japni leje se do të shkojmë dikon tjetër për Bajram? Po, sigurisht. Selamu alaikum.